Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të dashur ndjekës. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të nisur ditën tonë maraton të gjatë të komentimeve dhe të ngjarjeve më të fundit. Do me thënë të komentojmë atë se çfarë ndodh në jetën e artistëve shqiptar, të rejat më të fundit, të vërtetat më të fundit që në fakt ndodhin në jetën e tyre. Fillimisht njëherë dua të gjithëve t'ju uroj një vikend të bukur. Jemi drejt vikendeve të fundit tashmë të këtyre ditëve të nxehta, të kësaj vere të begate dhe shumë të bukur. Realisht uroj me zemër që të argëtoheni dhe të kënaqeni sot bashkë me familjet. Këtë ditë, ndryshe nga ditët e tjera, në fakt që kam komentuar më së shumti për çiftin Briteo, kam vendosur që ta nis ndryshe. Kam vendosur që ta nis këtë ditë me një nga personazhet më të komentuara, më të përfolura dhe një nga personazhet që në fakt ka bërë të gjithë publikun shqiptar kureshtar se çfarë po ndodh me jetën e saj. A janë në një pritje të ëmbël, a kanë vendosur që në familjen e tyre të sjellin sa më shumë dashuri. Do të flas pikërisht për Luizin edhe për Kiarën. Ju e dini shumë bukur që Luizi dhe Kiara jo vetëm tek unë, por në të gjithë median roz kanë qenë jashtëzakonisht të komentuar, kanë qenë jashtëzakonisht të përfolur, do me thënë është folur shumë për to, është komentuar shumë për to dhe njëkohësisht është analizuar shumë për to, do me thënë janë shtruar në tryes analizat të ndryshme rreth përditshmërisë, marrëdhënies, jetës, çdo gjë që në fakt e rrethon Luizin edhe Kiarën. Ka patur pikpyetje të ndryshme për raportin e tyre dhe për atë dashurinë e bukur që në fakt dyshja kanë ndërtuar. Në një pyetësor që Luizi dhe Kiara kanë bërë, në fakt ishte Kiara ajo që ka bërë në Instagramin e saj, ishte më se normale që përpos pyetjeve të portokallisë, përpos pyetjeve të përditshmërisë së saj, përpos pyetjeve të jetës, për Lunën, për Luizin, të parashtroheshte edhe pyetja që a është Kiara shtatzën apo nuk është Kiara shtatzën. Do me thënë dëshira me patjetër që është shumë e madhe për të qenë Kiara shtatzën. Tani, në intervista të ndryshme, nëse bëjmë një retro, Luizi dhe Kiara, po konkretisht është Kiara ajo që ka dhënë më së shumti intervista, ka pas thënë që dëshira është shumë e madhe dhe Luizi edhe Kiara e kanë me shumë qef që të zgjerojnë rrethin familjar, do me thënë që në jetë të sjellin edhe një bebi. Por fatkeqësisht Zoti akoma nuk e ka shkruar që Luizi dhe Kiara të bëjnë prindër për të dytën herë. Do me thënë nuk ka një shtatzani, Kiara e ka pranuar që akoma aktualisht nuk është shtatzën, ndoshta kjo dëshira e madhe e publikut, kjo iniciativa e publikut në këtë protestën, le ta themi, virtuale, do ta bëj Kiarën që të mendoj pak më ndryshe rreth kësaj pjese dhe ndoshta do të vendosin bashkë me Luizin për një rrugtim të ri, do me thënë për një nismë të re në jetën e tyre, për një shtatzani të mundshme. Luizi dhe Kiara tashmë janë të fokusuar aktualisht tek profesioni i tyre, tek puna e tyre, tek përditshmëria e tyre. Do me thënë Kiara punon me një tempo të madhe në këtë drejtim. Gjithashtu edhe Luizi është shumë i fokusuar tek pjesa e emisionit të tij të ri, do me thënë tani më do të kemi fatin që nga muaji shtator ta shohim Luizin në televizionin Top Channel duke na dhuruar një energji shumë të bukur dhe duke na dhuruar një pozitivitet të jashtëzakonshëm, do me thënë do të kemi fatin që ta shohim aty luin, besoj që do të argëtohemi dhe do kënaqemi me emisionin e tij. Por mbi të gjitha, do me thënë rreth çiftit, përpos që kanë bërë ndryshime në rrugën e karrierës, le ta themi në rrugën e artit, në rrugën e medjes, që Luizi për herë të parë do të sfidoj veten e tij në këndin e një moderatori që
Realisht mund t'ju duket një sfidë e lehtë, po nuk është sfidë e lehtë, është një sfidë me shumë, me shumë bomba, po besoj që Luizi me patjetër që do të shëndris në këtë drejtim. Aty do të kemi fatin që ta shohim Luizelin dhe ta duartrokasim Luiz Eilin. Do me thënë, familja Eili akoma nuk ka vendosur për një pritje të ëmbël, do me thënë për një shtatzani të mundshme. Marrëdhënia është më e bukur, dashuria vazhdon të jetë edhe më e bukur, do me thënë çifti po jetojnë, shijojnë momente, kanë shijuar këtë verë në destinacione të ndryshme, do me thënë Luizi dhe Kiara kanë preferuar që t'iken dhe në plazh, por kanë preferuar që të marrin dhe freskin që të falë malit, do me thënë e kanë jetuar si moment dhe kjo në fakt i bën të ndjen edhe më të veçantë, i bën të ndjen edhe më unik në formën e vetë. Unë shpresoj që gjithmonë të na dhurojnë energji të mirë, gjithmonë të na dhurojnë pozitivitet dhe gjithmonë të na japin atë dashurinë e bukur dhe adrenalinën që di të falë çifti. Të Kiara dhe të Luizi, do me thënë, kemi nisma të reja, kemi nismën e Luizit në televizionin Top Channel si moderator, siç e thash, dhe Kiarën përsëri rikthim në të njëjtin rrugtim që ajo ka bërë për muaj me radhë, do me thënë rikthim në emisionin e Portokallis, aty ku gjithmonë na kanë mbajtur me energji, ndërsa fokusi i çiftit është me patjetër tek Luna Mari, por në të shpejti normalisht nuk do ta lënë edhe dëshirën e tyre të madhe për të sjellur në jetë një djalë apo një vajzë, ashtu siç në fakt Luizi edhe Kiara duan ta shijojnë, duan ta jetojnë dhe duan të gëzojnë në familjen e tyre. Unë ju uroj të gjitha të mirat dhe shpresoj që të bëjnë më të bukurën dhe më të mirën për veten e tyre. Do të thënë, kjo është ajo që unë shoh në fakt në këtë marrëdhënie dhe nga vetë Kiara që e ka pranuar që nuk është akoma shtatzën apo nuk është në një pritje të ëmbël. Do të thënë, të gjitha këto momente vetë çifti do t'ja lërë Zotit, kur do të vendos Zoti, atëherë edhe do vendosin për të ardhmen e tyre. Luizi dhe Kiara janë të fokusuar vetëm tek suksesi, tek puna, do të thënë punojnë me shumë përkushtim që të sigurojnë një të ardhme më të mirë, një të ardhme më të mbushur me surpriza dhe një të ardhme me gjëra të bukura. Do të thënë do të keni fatin ju ne të gjithë fansat e Luizit që ta shohim Luizin nga muaji shtator në çdo fundjavë, çdo të premte në televizionin Top Channel, ku e di në fakt që do të na shijon, do të na gëzon dhe do ta jetojmë të gjithë këtë moment. Unë uroj me zemër që gjërat ju shkojnë sa më mbar dhe të na japin atë adrenalinën e bukur që din të japin vetëm ato. Vazhdoni na ndiqni me subscribe për videot e radhës.